Po zhoni me qëndru me hashtag Gjesin, tani jemi në pjesën e parë të emisionit, ku dhe do të zhvillojmë bisedën e parë për sot. Do të flasim për showbizin vendor, marrë parasysh faktin që dje janë publikuar disa pamje të këngëtarit Gjesti, i cili i ka qenë armatosur duke hyrë në zyret e Onimës. Tashmë që po dihen edhe problemet ligjore të tyre, Gjesti gjithashtu ka dalë me një reagim publik. Për gjithë këtë temë, ne do të flasim bashkë përmes një lidhje direkte me Ardian Jasiqin dhe Roland Mullavadën, por para se t'ju them mirëmëngjesi atyre, unë vetëm po e lexoj shkurtimisht edhe reagimin e Gjestit, i cili e ka bërë në rrjetet sociale përmes Instagramit. Kompania dhe njeriu që përfituan nga djersa ime që ma vodhën bukën e gojes dhe që më bën të dal nga vetja, tani pas kanë filluar edhe me fushata të reja. Ato të prerjes së videove shfaqin e një realiteti të manipuluar dhe dëmtimit të imazhit tim, ka thënë Gjesti në njoftim. Unë të gjithë shqiptarëve që mund të jenë shqetësuar nga këto video, ju betohem se këto video janë të prera dhe nuk pasqyrojnë realitetin. Ku është video kur mua më është drejtuar arma vetëm, pse kërkoj që të më paguhet mundje? Ku është video ku i gjithë stafi asaj kompanie qëndron me mua i pashqetësuar dhe i parrezikuar gjatë gjithë kësaj ngjarje? Mos të harrojmë se kjo kompani dhe pronari i saj janë ata që më kanë falsifikuar në shkrimin tim dhe pa dijenin time ndër vite kanë përfituar nga puna dhe djersa ime, ka thënë Gjesti. Unë kam pranuar fajin tim dhe do t'i bart pasojat, por tani është koha që këta persona të ligë të pranojnë krimet e tyre. Për ndryshe, koha ju ka mbaruar dhe fytyrat e vërteta të tyre po u shfaqen dita ditës. Unë besoj në shtetin e Republikës së Kosovës, besoj në drejtësi, besoj në prokurori dhe në gjykat, dhe me bindje të plotë them se askush nuk do të bjerë prej e këtyre akteve keqdashëse, përqarse dhe manipuluese. Për më tepër, kam bindjen dhe besimin se hetimet ndaj këtyre personave kanë filluar dhe krimet e tyre do të marrin dëmin e merituar i juaj Gjesti, ka thënë në njoftimin e tij përmes Instagramit. Ndërsa për më shumë detaje se çush mundën me ndiku te një artist gjitha këto probleme, atëherë përmes kësaj lidhje direkte unë po ju them mirëmëngjesi Jasiqit dhe Mullavadës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Faleminderit. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë Jasiq edhe Roland, të dyve që jeni sot me mua përmes kësaj lidhje direkte. Edhe do të komentojmë pak a shumë ngjarjen që po ndodh, ngjarjen e bujshme që po ndodh me artistin Gjesti. Qysh e komentoni së pari reagimin e Gjestit e pastaj edhe pamjet që kanë dalë në rrjetet sociale dje? Fillimisht Gjestin e ka përcjell një fat i keq gjatë kësaj kohe prej kur ka dalë pe Big Brother. E ka ndjek këto probleme dhe e shoh që djali me të vërtetë është të mundu shumë që mos me ra në kësi situata, në këto lloj situata, por ka një herë ta bjen punën vetë jeta që me u përball me këto sfida, me u përball me këto situata, edhe po më vjen keq që nuk ka mujt suksesin e vet me shiju në asnjë moment shkaku i këtyre problemeve. E saj përket publikimeve që e kanë ndodhur mbram, e shoh një dobësi edhe prej anës të kompanisë, po dhe prej anës së portalit që e ka postu. Është një dobësi përderisa ai e ka pranuar fajsinë dhe përderisa ai ka dalë para gjykatës për këtë rast. Nuk e shoh të arsyeshme që një djalë i trimi ju bë kaq e padrejt, me mundu me e qitë imazhin e tij keq në publik, edhe pse na e dim se kemi pa Gjesti në 2 Big Brother, nuk mundët me konë ndoshta 100% ai Gjesti që kemi pa, po pak a shumë që shqiptarët njerëz e kanë njoh Gjestin, e kanë pa mënyrën se qysh Gjesti sillet, e kanë pa mënyrën se qysh Gjesti ka kriju jetën e vet. Me keqardhje po e them, problemi artistave të rinj ditësodit
me këto kontrata që po bëhen me kompanitë ndryshme. Po i bllokojnë të ardhmen gjeneratave të reja, artistave të ri. Fatkeqësisht. Po, Roland, çush mendon që ka me indiku gjestit në imazhin e tij si artist këto pamje që janë publiku? Nuk e shoh të arshyeshme dhe reagimin që ka bëu gjesti është një prej reagimeve që secili njeri mundet me kuptu realitetin. Na nuk kemi prit ndoshta me u shfaq ato pamje totale të gjithë ngjarjes që kanë ndodhur. Për arsye që secili kanë anën kona e vetë dhe normalisht që me qitë vetën më mirë. Për fatin e mirë, gjesti e ka tregu vetën në shumë raste brenda Big Brother, e ka fitu dashurinë e publikut, e ka fitu respektin e publikut, edhe është një djalë që tregon se me forcë, me mund arrije gjithçka pavarësisht pengesave, pavarësisht gjitha atyre që mundër me i dalë gjatë rrugës, ai djali nuk ka mund dalë dhe nuk po dorëzohet. Unë po shpresoj shumë që sa i përket imazhit nuk ka me indiku gjestit kjo, se më veç është bëhet ditën që gjesti është artisti publikut. Gjestin e dën publiku, gjesti e ndez atmosferën ku shkon edhe gjesti e ka përpara jetën se është një djalë i ri, edhe besoj që një ditë kanë me marrë fund krejt këto, duke marrë parasysh edhe lodhjen psikologjike të gjestit gjatë kohëve të fundit, rastin e tij me vllahën e vet, edhe shumë gjëra tjera, po e shoh një djalë shumë të fuqishëm brenda tij. Edhe e di që nuk kam u dorëzuar në asnjë moment, to probleme janë kalimtare, po shpresoj që sa më shpejt në përfundu për të, edhe djali me mujt me shiju pamën, me mujt me shiju jetën e vet, punën e vet edhe ato që ka arrit me mundin e vet. Po Roland, pse po mendojnë që këto pamje pse janë publiku tash kur veç është flit që kompania Onima dhe Gjesti janë qetësu edhe i kanë zgjedh disa probleme, pse tash dalin pamjet mas sa muajve? Kështu tash na jemi shqiptarë dhe i natin e kemi kështu në të instaluar që nga fëmiria që i thonë. Fatkeqësisht edhe këtu janë çështje i natë, këtu janë çështje që shumë artistë kanë reagu edhe në mbështetje të kompanisë, por edhe në mbështetje të Gjestit. Kështu që ndoshta edhe këto reagimet e artistave të tjerë e kam bëjë që i nati me u lidh pak më shumë në pjesën e kompanisë nga ana e tyre edhe me fillu, po veç një gjë mundë me e thonë. Duhet ta kemi parasysh që gjithë kemi një zot mbi kokë dhe pa drejtësit herë do kur do të dalin shesh, pa marrë parasysh nëse është i pa drejt Gjesti ose nëse është e pa drejt kompania, por me sa po e shohim na gjithë, nuk është hera parë që kemi dëgjuar që artistat po kanë probleme me label, me menaxhmentet e tyre. Kemi pasur edhe më herët shumë raste, po një gjë mundë me e thonë, uroj edhe shpresoj që edhe kompania, edhe Gjesti me arritë në një përfundim që me mujt djali me marrë frymëshlirë. Po, a e shet të drejt publikimin e videove që i ka bo kompania Onima Gjestit? Jo, unë e thash në fillim, kjo është likësi e anës kompanisë që nuk e di, nuk e shoh të arshyeshme në momentin që Gjesti e ka pranuar fajsinë, në momentin që kanë dalë para gjykate, edhe me bo gjeste të tilla, por me mundu me hup imazhin e djalit të ri i cili është në hapat e tij, me lon njerin me marr frymëshlirë, me lon njerin me punu, na secili punojmë, secili kemi familje, edhe secili mundohem për familjet tona. Si nga ana e kompanisë Onima, si nga ana e Gjestit, këta punojnë për diçka. Faleminderit. Punojnë për me kriju një të ardhme, punojnë për me kriju një jetë pak më të mirë për secilin, për familjet e veta, por fatkeqësisht kjo është kriju si fenomen. Kur të bën ti një kontratë me një kompani, kompania ka drejtë edhe një jetën private me të bërzi. E që kjo është fati i keq i artistave tonë, kështu që edhe artistat le të mbushen mend për këtij rastit, le të krijojnë menaxhment me njerëzit e vet, me familjarët e vet, me shoqërinë e vet, edhe mos të kemi kësi lloj probleme. Kompanitë le ta marrin përgjegjësinë mbi vete, për secilin dështim, për secilin gjë që vjen ditët në vazhdim, por Gjesti si djalë i ri është duke u bërë një padrejtësi e madhe. Edhe pse nuk kemi informacione sa i përket kontratës, se çka shkruan atë kontratë, nuk kemi informacione se çka kanë këta saktësisht, por gjithçka që dihet është që mundi i atij djalit është u keq përdorur dhe nuk është u pagu.
Qështë edhe vetë Roland prej fillimit të intervjisës që tha nuk e ka përcjell një fat shumë i mirë prej Big Brotherit kur ka hy Gjesti, kështu që përshpresojmë që fati do t'jetë në dorën e tij edhe tashmë ka me fillu me pasë suksese. Shumë faleminderit për këtë lidhje direkte Roland, edhe për mendimin tënd, e detajet që i diskutuam. Dëgjojmë edhe erave tjera. Faleminderit shumë. Atëherë pas Rolandit po vazhdojmë edhe me Ardian Jasiqin, kolegun ton të Gazetës Ekspres dhe Televizionit të Shtatë, të marrim edhe disa mendime nga ai. Mirëmëngjesi Jasiq. Përshëndetje. Se troa ndoshta me prit pak ty, po masi i shtëpisë. Jo, s'ka lidhje se atëre, po besoj që e dëgjove pak edhe bisedën se çka falëm, unë po du një mendim edhe prej teje nga pamjet që kanë dalë dje të Gjestit që i ka publiku kompania Onima, qysh e sheh këtë veprim të tyre? Mendoj që prej momentit kur ky subjekt është subjekti i gjykatës, mendoj se tash është ndorën e gjykatës që ta zgjedh këtë problem. Po mendoj se publikimi ka qenë më shumë për me bë presion gjykatës që me përshpejtu rastin edhe me vazhdu domethënë me landën. Pra kështu po mendoj më shumë, po logjikoj më shumë. Mirë, po nuk mendoj se është një gjest i hishëm, edhe nuk mendoj se i ndihmon kësaj çështje shumë, sepse realisht ai e ka pranuar fajin. Realisht edhe gjykata edhe prokuroria kanë dalë me të njëjtin gjana, pra nuk është që vetëm se si kem pas, sepse kanë qenë shkruara, domethënë gjithë rasti ka qenë i shkruar dhe na e dim praktikisht se çka ka ndodhur aty. Dhe besoj që edhe gjykata i ka pamjes, kështu që mendoj që duhet për mu kry, domethënë krejt kjo duhet mu kry krejt kjo gjykata duhet për me vendos, domethënë se gjykata duhet për me vendos se si është, do të thotë si duhet procedoj matutje. A mendoj që është të drejtë, unë nuk mendoj që është të drejtë, domethënë momentin kur faktet janë të gjykata, momentin kur gjithçka është në dorën e shtetit, mendoj që ky problem duhet zgjidhet domethënë në gjykatë. Çdo publikim i një video sigurisht që dëmton imazhin e një artisti, mirë po nuk e dëmton vetëm imazhin e artistit, po mendoj që dëmton edhe imazhin e kompanisë, sepse në këtë farë forme njerëzit fillojnë ta gjykojnë edhe kompaninë. Atër vjen edhe reagimi i Gjestit që e pam, do të thotë që është i reagim, domethënë që bëhet pikërisht për ta mbrojtur vetveten. Pra i kemi këtu faktet pro e kontra që zakonisht dalin dhe në fund domethënë është ai gjykata që e vendos, domethënë e vendos një mes. Po, ndërsa Jasiq që publikimin e pamjeve, qysh e sheh pasi që veç e kemi pa që ndoshta janë pajtu, kompania dhe Gjesti kanë qetësu gjakrat dhe kanë vazhdu me rrugët e tyre në gjykat, pse tash pas sa muajve ata vazhduan me publiku video në rrjetet sociale. Mendojnë që është për dëmtim të imazhit të tij? E thash, do thotë edhe pak më përpara, thash se unë mendoj që kompania ka bëu këto sigurisht për dëmtim të imazhit, sigurisht për dëmtim të palës tjetër. E ka bëu domethënë me qëllim domethënë unë mendoj që e ka bëu me qëllim për ta përshpejtuar rastin që gjykata të vazhdojë me landën dhe të rregullohet problemi. Mirë po është sigurisht është edhe për dëmtim të imazhit, mirë po në këtë anën tjetër, nëse ata kanë menduar domethënë që përshpejtojnë rastin ose ja dëmtojnë imazhin e Gjestit, këtu në këtë rast, domethënë disa herë vetë mbrojtja ka lënë në sulm dhe në rastin konkret e Gjesti shoh që reagimi i tij është shumë i matën, reagimi i tij është shumë i drejtë edhe shoh që publiki edhe fansat do t'i japin më shumë drejt atij për shkak domethënë se ai tregon domethënë se çka realisht domethënë ka ndodhur gjatë kësaj kohe domethënë tregon realisht domethënë si gjatë këtij bashkëpunimi ka pas padrejtësi nga ana e kompanisë, ata i ka sekë disa herë
plus akuza ku thot që kompania ja ka falsifiku shkrimin. Në shkrimin kjo është akuzë dhe maron, sepse ka të bëjë domethënë me një falsifikim shkrimi që po ashtu është krim penal dhe është ndoshta krim shumë më i madh se sa ai që gjesti e ka bën zyrë, sepse në fundit reagimi i në zyre ka të bëjë me borxhe, domethënë që janë në mes tine dhe të kompanisë, edhe do thotë ai ka ndodhur aty, ne njohim gjestin 6 muaj ditë, ja di me reagimet e tij emocionale. Sigurisht to reagime dhe ana psikologjike e tij ndryshon pas vdekjes së Zallt dhe reagimet mund të jenë të mëdha, mirë po edhe në këtë rast edhe në personeli edhe i Onimes duhet ta ketë kujdes dhe duhet ta di si gjendja emocionale e artistit s'është e mirë, pasi ata e njohin edhe më mirë artistin edhe din kush është. Edhe është dashur domethënë një farë forme që ta mbajnë në kontroll ose që të kanë mirë kuptimin ose që të bisedojnë me ta më hapur edhe të zgjidhin problemet dhe jo të vinë domethënë të një problemi të tillë që unë mendoj që është sa i ngurshëm, po është ndoshta edhe është ndoshta edhe i pritshëm, kisha më thonë, sepse njerëzit domethënë kur kalojnë një periudhë gjatë kur shtrydhen emocionet, atëherë mundesh me prit gjithçka të tillë, pra mundesh me prit edhe një reagim edhe për njerit më pasor të tillë në botë, mundesh me prit një reagim domethënë të tillë kur ai mendon që është bërë pa drejt ose diçka tjetër, pra unë mendoj se para se të vinë domethënë të çështja kompania edhe gjesti është dashur që tulen qetë dhe të sharojnë të gjitha gjanat. Po nëse ka pas falsifikim kontratave dhe çdo gjë tjetër që gjesti akuzon kompaninë dhe kompania gjestin, atëherë kjo është dashur zgjidhet më herët dhe nuk është dashur domethënë të lihet gati pas një viti që gjanat zgjidhen domethënë atë farforme. Këtu është dashur të reagojë edhe kompania që tani është në menaxhim gjesti, pra edhe kompania e tanishme e gjestit është dashur që të reagojë shumë më herët, duke ditë gjendjen e artistit vetë cilin e menaxhon, edhe ata është dashur domethënë që të reagojnë të gjesti dhe ti ose të kompania në fjalë dhe të zgjedhin ata problemin e menaxhimit, sepse në fundit gjesti është artist, ai e ka për detyrë që jo ka për detyrë, po ai krijon, ai fokusin e ka të arti, nuk e ka të menaxhimi, nuk e ka të kontratat, nuk e ka të ligjet, nuk e ka të ana ligjore ose të ana praktike, kështu që për këtë punë është menaxhmenti, për këtë punë janë labelët, për këtë punë ata dhe paguhen, dhe ata duhet që të zgjedhin këto probleme, kompania me kompaninë, kompania re e gjestit me kompaninë, me ish kompaninë e gjestit që ka pas në menaxhim, duhet që të zgjedhin gjitha, është dashur të zgjedhin gjitha paqartësitë, çdo gjë që ka të bëjë me kontrata dhe edhe ai ta vazhdon karrierën domethënë me kompaninë e re me cilën është edhe pjesë e saj tash. Faleminderit shumë Jasic për opinionin tënd edhe që diskutuam pak a shumë edhe detajet e kësaj ndodhie që i ndodh artistit Gjesti dhe kompanisë Onima, por shpresojmë që shumë shpejt kanë me u zgjidh këto probleme. Shumë faleminderit e na shihemi edhe dëgjojmë edhe herave tjera me tema të tjera. Faleminderit. Kalofshi mirë.